Në qoftë se ndonjëherë larg qoftë e gjeni veten në një situatë kur jeni afër një skene krimi, këshilla më e mirë që mund t'ju jap është që të mos prekni asgjë. Skena e krimit dhe ato detajet që juve mund t'ju duken shumë të panevojshme dhe sikurse nuk ndodh ndonjë gjë e keqe nëse lëviz diçka, mund të jetë shumë e rëndësishme pastaj në zgjidhjen e krimit. Skena e krimit nuk duhet të preket nga askush. Por me sa duket për familjen Talwar, diçka e tillë nuk ishte aq e rëndësishme. Prandaj mëngjesin e 16 maj 2008, kur vajza e tyre 13 vjeçare Arushi Talwar gjendet e vdekur në shtëpinë e tyre, në dhomën e saj, ngjitur me dhomën e tyre, ata nuk bëjnë asgjë për t'u siguruar që skena e krimit të mos preket. Përkundrazi, njerëzit e parë që thirrin janë familjarët e vet që futen në skenën e krimit, fillojnë të lajnë, të pastrojnë me idenë që po ndihmojnë familjen, që i kishte gjetur një gjë më madhe, por në fakt kishin shkatruar çdo gjë. Edhe prova shumë të rëndësishme që më pas mund të ndihmonin në zgjedhjen e rastit. Hej, përshëndetje, mirë se erdhët në Misterland. Në tokën e misterit ku ne flasim për histori true crime, paranormale dhe gjëra të tjera të ngjashme. Emri Mështeri dhe nëse këto lloj videosh ju pëlqejnë, ju ftoj të bëni subscribe, të lini një like dhe një koment, mbasi të keni parë video me mendimin tuaj për këtë histori. Jemi në Noida, në një qytet të Indis, ku jetonte familja Talwar. Rajesh Talwar dhe Nupur Talwar, gruaja e tij, punonin në një klinikë dentare që kishin në bashkëpronësi me një tjetër çifti Durani. Jepnin mësim në shkolla, kishin edhe pacient në një spital aty afër, me pak fjalë kishin arritur në një pikë të jetës së tyre ku kishin gjithçka që kishin ndërruar. Por më tepër edhe në aspektin familjar ishin të plotësuar sepse kishin një vajzë 13 vjeçare të quajtur Arushi. Mëngjesin e 16 majit, Barati Mandal, një zonjë 35 vjeçare që punon pra pastronte shtëpinë Talwar, troket në derë, i bie ziles më saktë, dhe nga ana tjetër është zonja e shtëpisë, Nupur Talwar, që i thotë që nuk mund t'ia hapte derën sepse nuk e kishte çelësin. Dera ishte e kyçur dhe nga jashtë. Dera e kësaj shtëpie në fakt kishte një metodë të çuditshme që duhet ta hapej nga të dyja anët që të mund të hapej tamam. Por brenda zonja e shtëpisë po mundohej ta hapte, por jashtë dikush e kishte kyçur. Dhe sigurisht zonja e shtëpisë mendon që këtë gjë e ka bërë Hemraj. Hemraj ishte punojësi 45 vjeçar i familjes që jetonte bashkë me ta. Ai ishte nga Nepali me origjinë, kishte lënë gruan dhe fëmijët atje për t'u zhvendosur në Indi dhe për të punuar për familjen, dhe është shumë interesante se si ai përfundon të punojë për këtë familje, sepse në fillim kishte ardhur thjesht për të zëvendësuar një mikun e tij që do shkonte me pushime, por familjes i kishte pëlqyer kaq shumë puna e tij sa që kishte vendosur ta mbanin përfare. Hemraj mund të kishte dalë për bler diçka dhe mbase kishte kyçur derën. Në fakt çdo mëngjes kishte qenë ai që kishte hapur derën për zonjën që do pastronte. Kështu që zonja e shtëpisë i thotë Baratit, prit edhe pak sepse ndoshta vjen ai të hapaj derën, sepse me siguri nuk do vonohet. Por Barati thotë që kishte edhe një listë të tërë me shtëpi të tjera që duhet pastronte, kështu që nuk mund të priste më. Dhe i thotë zonjës, gjej çelësat, mund t'i ketë ai një tjetër kopje çelësash dhe më hidh nga balkoni që të hap derën. Dhe kështu bën. Tani e gjitha kjo situatë zgjon burrin e saj, Rajesh Talwar, i cili po flinte. Kështu që ai ngrihet dhe sytë i shkojnë menjëherë tek një shishe whisky e hapur mbi tavolinë. Menjëherë instikti e çon që të shkojë drejt dhomës së vajzës së tij, Arushit, dhe kur shkon atje, bën një zbulim të tmerrshëm. Trupi i pajetë i Arushit derdhej në shtrat. Ishte mbuluar me një batanie dhe kur e ngrejnë batanien, shohin që përveç plagës që vajza ka në kokë, ka një plak sikur është goditur me diçka mu në ballë, ka një plak tjetër në fyt. Dikush i ka prerë fytin. Përveç kësaj, të gjithë kukullat e saj janë mbi krevat. Sigurisht kur Barati futet në këtë moment në shtëpi, gjëja e parë që dëgjon janë ulërimat e familjarëve që po shkulin flokët për atë gjën e tmerrshme që kanë parë. Dhe edhe ajo futet në dhomë, edhe ajo e shikon trupin e vajzës aty pa jetë. Përpara se të lajmërohet policia,
lajmërohen të afërmit dhe fëmijët që futen dhe dalin nga dhoma, madje marrin duke pastruar nëpër dhomë. Gjëja më e keqe që mund të bëni në këtë moment. Kur policia vjen, në fakt shohin disa detaje shqetësuese. Një nga këto detajet ishte që krevati tek pjesa ku ishte zona intime e vajzës ishte i lagur. Por nuk kishte asnjë lëndë trupore, ishte ujë, ishte pastruar. Dikush kishte pastruar zonën intime të trupit të vajzës, që sigurisht i bën të gjithë të mendojnë një gjë, një abuzim. Babai i Arushit ulëret më të madhe, thotë që ai që e ka bërë këtë gjë është hemrazh, por nga hemrazh nuk ka asnjë shenjë. Nuk duket askund, policia fillon të kërkon gjithandej edhe në brenda në shtëpi. Dhe pikërisht në shtëpi është një derë që nuk hapet. Është dera e balkonit. Kur i kërkojnë Rajesh Talwar që ta hapi derën, ai shkon dhe vonohet duke kërkuar çelcat dhe më pas kthehet duke thënë që nuk po i gjen këto çelca dhe kështu kalon koha dhe policia nuk e hap kurrë atë derë. Një gjë që është shumë absurde sepse policia nëse donte mund ta shpërthente derën. E megjithatë fokusohen të kërkojnë hemrazh jashtë shtëpisë. Një tjetër gjë që bën shumë përshtypje është sjellja e prindërve. Sepse prindit duket sikur mezi po presin që ta mbyllin këtë situatë. Menjëherë çojnë trupin e vajzës mbas autopsisë. Okej, bëhet një autopsi sepse këtu nuk mund ndërhynin, por menjëherë vendosin ta djegin trupin e vajzës. Një gjë që është normale në traditën hindu, sepse familja ishte me fe hindu, por kjo nevoja e tyre për të bërë gjërat kaq shpejt. Përveç kësaj, marrin dyshekun me gjak që ku kishte qenë trupi i vajzës dhe i kërkojnë fëmijëve që ta marrin këtë gjë dhe ta mbajnë tek taraca e tyre. Çfarë ishte kjo nevojë për ta zhdukur dyshekun? Në shtëpinë Talwar paraqitet një person. Ky person ishte një punonjës policie, një detektiv që kishte dalë në pension. Teknikisht ky nuk kishte asnjë drejt futje në skenë e krimit, por siç u thash, aty kush nuk kishte hyrë, kështu që personi që kishte ngarkim të ruante shtëpinë e lejon që të futet. Shkon të investigojë tek dhoma e hemrazh, e punonjësit pra, dhe shikon disa gota dhe shishe, pra kishin pirë. Dhe gjen 3 gota. Pra, 3 persona kishin pirë. Kështu që fillon të mendoj që ndoshta hemrazh kishte pasur të ftuar në dhomën e tij atë natë. Kjo sepse dhoma e hemrazh kishte 2 dyer, një që çonte drejt shtëpisë dhe një që të nxirrte jashtë shtëpisë. Pra dikush mund të futej lehtësisht në shtëpi duke mos përdorur derën kryesore nëpërmjet dhomës së tij. Dhe kur shkon tek dera që nuk hapej, kërkon që dera të hidhet poshtë dhe gjen se çfarë ishte mbas derës. Ndërmjet motorit të kondicionerit dhe një tjetër objekti që e ndalonte të dukej, ishte trupi dekompozuar i hemrazh, i punonjësit që deri më tani ishte akuzuar nga familja se i kishte bërë keq vajzës. Prindrit e Arushit kishin shkuar për të djegur trupin e vajzës dhe ishin nisur për të hedhur hirin e saj në lumë, sepse kështu e donte tradita fetare, dhe marrin një telefonat. Babai futet në shtëpi, nëna qëndron në makinë bashkë me hirin e saj sepse feja edhe këtu e kërkon që hiri i trupit të personit vdekur nuk duhet të rikthehet në shtëpi. Dhe atë ditë policia bën një arrestim. Babai i Arushit. Ai arrestohet nga policia me akuzën se kishte vrarë vajzën e tij dhe punonjësin 45 vjeçar për çështjen nderi. Po si arrin në këtë konkluzion? Sepse marrin në pyetje një nga asistentët e tij në punë. Krishna punonte si asistent i familjes Talwar në klinikën e tyre dentare. Dhe gjëja e parë që i thot policisë është që Rajesh Talwar ishte duke trahtuar gruan e tij me kolegen e tij. Pra me zonjën Durani, që ishte teknikisht shoqe e gruas së tij. Do thoni ju ç'lidhje ka vajza e vogël punonjësi me këta të dy? Policia këtu formulon një nga teoritë më absurde që unë kam dëgjuar ndonjëherë. Ju rikujtoj që është një teori e policisë. Sipas policisë, Arushi, pra vajza 13 vjeçare, kishte zbuluar tradhtinë e atit dhe për të marrë hak kishte nisur një lidhje intime. Pra sipas tyre, vajza e vogël kishte joshur, si mundet një 13 vjeçare, po kishte joshur punonjësin për t'i treguar babait të saj që
shiko se ti ja bën këtë gjë mamit, unë ta bëj këtë gjë në ty. Dhe sipas tyre, ata ishin kapur në akt, pikërisht nga babai, dhe ai për çështjen deri kishte vrarë të dy. Dhe për shumë kohë në fakt të gjithë menduan që babai ishte ai që i kishte vrarë. Por del një tjetër pistë. Rasti i hiqet policisë sepse nuk kishin sjellë siç duhet, shumë prova nuk i kishin marrë, kishin gabuar totalisht me gjetjen e të Hemrash, pra ishte gjetur nga një person komplet tjetër. Pra, kishin trajtuar këtë çështje si mos më keq, dhe sikur mos mjaftonte edhe kjo teoria e tmeshme tani që mundoheshin të hidhin baltë mbi imazhin një 13 vjeçareje. Prandaj, rasti i hiqet policisë dhe i jepet CBI. CBI është një version i FBI-s për Indin. Pra, i studiojnë rastet pak më thellë. Dhe CBI del komplet në një konkluzion tjetër. Disa mendojnë që ky konkluzion i ri është për të mbrojtur familjarët. Mendohet që prindrit e vajzës të kishin të njohur në CBI dhe për këtë arsye ata thjesht po mundoheshin të shpëtonin babain e Arushit duke gjetur fajtor të tjerë. Asistenti i klinikës dentare dhe Raj Kumar. Ky person punonte tek shtëpia e çiftit Durani. A kishte prova që këta të dy kishin qenë bashkë me Hemrazh atë natë? Ata e mohojnë. Megjithatë vendosin të përdorin një teknikë tjetër. Vendosin t'i drogojnë. Pra, jo drogë normale, është një lloj anestezie që quhet serumi së vërtetës, që vepron pak a shumë si testi poligrafit, pra si makina së vërtetës. Ky lloj testi sigurisht që nuk mund të përdoret në gjyq, nuk është provë, por mundet të hapi pista të reja, mund të japi detaje të reja. Me pak fjalë, njësoj si makina së vërtetës mund të manipulohet. Nuk e ke 100% sigurt që është e vërtet. Mund të thotë mendime, thjesht personi nuk ka filtr kur flet në këtë efektin. Dhe vendosin t'ja bëjnë të test të dy punojësve, Raj Kumar dhe Krishnas. Pavarësisht se përpara se të nisnin të testin, ata thonin që nuk kishin qenë atë natë bashkë me Hemrazh, nën efektin e drograve thonë që po kishin qenë aty, por fillojnë duke hedhur faj njëri tjetrit. Kështu që policia formulon një tjetër teori. Formulojnë teorinë që atë natë të dy ata kishin ardhur tek shtëpia për të kaluar kohën me Hemrazh. Kishin pirë alkoolin që kishin sjell dhe kur kishin ngelur pa alkool, ishin lutur Hemrazh që të merrte alkool nga shtëpia. Pra t'ja merrte familjes pa dijenin e tyre. Kështu që Hemrazh mbas shumë shtytjeje ishte ngritur, kjo është teoria e policisë, e CBI, Sipas tyre, Hemrazh ishte ngritur, kishte shkuar për të marrë atë shishen me alkool dhe të dy djemtë kishin filluar të flisin me njëri tjetrin për Arushin. Vajzën 13 vjeçare që po flinte tek dhoma ngjitur dhe kishin menduar që tani ishte momenti të bënin çfarë kishin për të bërë. Mendohet që ata kishin shkuar tek dhoma dhe dhoma e vajzës në fakt mbyllej çdo natë me çelës, përveç asaj nate që kishte qenë gjysmë e mbyllur. Kjo sepse kishin pasur probleme me internetin dhe modemi i internetit ishte tek dhoma e vajzës. Mendohet që dy djemtë kanë tentuar t'i bëjnë keq vajzës dhe më pas nga paniku se mos fliste, ta kenë goditur në kokë. Mendohet që në këtë moment Hemrazh të ketë dëgjuar zhurmën, të ketë shkuar tek dhoma e vajzës, të ketë kuptuar se çka ka ndodhur, ata ta kenë qetësuar, të kenë thënë që shiko se vajza është akoma gjallë, dhe më pas të kenë shkuar të tre bashk për të gjetur një zgjidhje sipër tek balkoni, ku kishin përfunduar gjithmonë sipas teorisë së CBI, duke u zënë dhe në nerva sipër, sigurisht sepse Hemrazh kishte dashur që t'i tregonte për familjes, të kenë vrarë dhe Hemrazh. Mendohet që edhe më pas këta të mos kenë tentuar të hikin sepse nuk kishin para dhe mbi të gjitha do duke e dyshim. Por si që thash, mendohet që familja të kishte korruptuar CBI-n. Mënyra se si ishin bërë pyetjet gjatë këtij testi, duke sikur po tentonin të manipulonin përgjigjet që do merrnin. Pavarësisht se siç u thash, edhe këto përgjigje nuk ishin komplet të sakta sepse nuk mund të konsiderohen prova. Ndonjëherë personat thonë edhe gjëra që nuk janë vërteta, po thjesht i ndjejnë në atë mënyrë, ndoshta. Për më tepër ishin dashur që ta ndalonin testin sepse njëri nga tjem kishte vdekur.
Sepse duhet të kuptoni që është një lloj, këto janë ato lloj drogrash që përdoren kur nuk e di, kur bëjnë operacione, për shembull, anestezi, kur të vendosin në gjumë. Pra, nuk të japin aq shumë sa që të zër gjumi dhe nuk të japin aq pak sa që ti t'jesh koshient për gjërat që po thua. Të japin mjaftueshëm sa për të hequr ty ato filtrat dhe ti flet pa do të thënë, pa e menduar nëse ajo që po thua do përdoret pastaj kundër teje. Të heqin pjesën e logjikës me pak fjalë. Por ndonjëherë fletet e gjëra që ti do doje të ndodhin, po nuk ndodhen, ose nuk janë as pak të vërteta, prandaj nuk mund të merret si provë. Pavarësisht se mundohen që të dy djemt ti mbajnë në burg, mbas sa kohësh, nga që nuk ka prova të mjaftueshme. Gjatë kohës që ishin duke bërë këtë testin, e tha një gjë të tillë që kanë qenë aty. Dhe më pas filluan t'i vendosin faj njëri tjetrit, duke thënë, jo, unë isha aty, po e vrau ai. Tjetri thotë, jo, unë isha aty, po për të vrarë e vrau ai tjetri. Dhe më e forta që mbasi i del efekti këtyre drogave, kthehen duke thënë atë që kishin thënë në fillim, që në fakt nuk kishin qenë fare aty atë natë. Dhe në fakt nuk ka prova që të kishin qenë aty. Për më tepër kishin alibi, sepse personat që i mbanin në shtëpi dalin duke thënë që në fakt kanë qenë duke fletur gjumë tek dhoma e tyre. Ata persona nuk kishin arsye pse të gënjenin. Kështu që dy djemt lirohen dhe vëmendja kthehet prapë tek familja. Dy prindrit, sepse mënyra se si ata shprehen dhe mënyra si flasin, sidomos nëna e vajzës, i bën njerëzit të dyshojnë. Janë disa gjëra që i bën njerëzit të dyshojnë që familja nuk, do të thënë, prindrit mund të kenë gisht këtu. Në fakt, të dy prindrit arrestohen. Dhe në gjykat, teoria që do të nxjerrë prap policia do jetë prap ajo e babait që vret vajzën. Në teorinë e re që formulon policia, CBI në këtë rast, babai ishte ngritur atë natë sepse kishte dëgjuar zhurma, kishte shkuar tek dhoma Hemrazh dhe kishte marrë një shkop bejsbolli dhe më pas kishte shkuar tek dhoma e vajzës ku kishte parë Hemrazh bashkë me vajzën. Mendohet që ti ke dëgjuar Hemrazh, ta ketë lënë të vdekur dhe më pas aksidentalisht, duke tentuar t'i gjuante prap atij, të ketë gjuajtur aksidentalisht vajzën e vet. Arsyet se pse i bën njerëzit mendojnë që kjo është ajo çfarë ka ndodhur, është sepse kur policia kishte shkuar në shtëpi, kishte gjetur prindrit që nuk kishin asnjë lloj shenjash gjaku të vajzës. Vajza ishte gjetur mbuluar në gjak. Prindrit nuk kishin tentuar as ta rikthenin në jetë. Këta ishin dentistë, nuk ishin njerëz që nuk të pashkolluar. Kështu që e dinin që dhe si thonë, po këta pikërisht pse ishin njerëz të shkolluar, e kanë ditur që e po tentonin, vajzën nuk e sillin dot më në jetë. Kështu që për këtë arsye nuk janë hedhur sipër duke munduar t'i bëjnë frymëmarrjen apo gjëra të tilla. Por prapë disa thanë, nëse është fëmia jot, ti nuk ke logjik në atë moment. Ti do bësh pamundur, do provosh çdo lloj gjëje. Një tjetër detaj bëri përshtypje, sepse kur Rajesh ju kërkua të shkruante orën e vdekjes së vajzës, shkruan ora 2, ku ka ndodhur vërtet, por ata e kanë zbuluar në orën 6 mëngjesit. Kështu që nga ka ditur ai që vajza ka vdekur pikërisht në orën 2. Është një gjë tjetër që shtyn drejt kësaj teorie, prerja tek qafa për të dy ata. Ishte bërë me një precizion që mund ta bënte o një kasap o një doktor. Por ndërkohë avokatët e prindërve thonë që nuk do kishte kuptim, sepse trupi i Hemrazh u gjet në balkon. Këta vërtet do ta linin trupin e tij në balkon duke ditur që herët avon do të gjojë aroma e dekompozimit apo dikush mund ta shikonte. Këta vërtet do mendonin që policia nuk do e hapte atë derë. Për më tepër, e gjitha kjo mendohet ketë ndodhur rreth orës 2 të natës. Ata kishin edhe 4 orë të tjera kohë për ta çuar trupin e tij në një vend tjetër. Pse duhet ta linin brenda në shtëpi? Por sidoqoftë, gjykata vendosi dënon. Dhe i dënon të dy me burgim të përjetshëm, por në 2017 ata apelojnë dhe në fakt lirohen. Sepse teknikisht provat nuk janë as gjykimti, por as kundër tyre, po as kundër djemve, po as kundër një personi tjetër. Domethënë, është një situatë që sido që ta shohësh, çdo teori ti mund ta hedhësh poshtë me një tjetër teori. Edhe një teori tjetër dolin pa që ndoshta vet Hemrazh mund të kishte qenë target i pra dikush mund të ketë hyrë aty me idenë për të vrarë Hemrazh dhe të ketë vrarë edhe vajzën. Ndoshta sepse vajza e ka parë. Kjo sepse Hemrazh përpara se të vritej kishte kontaktuar një punonjëse sociale dhe i kishte thënë që
po kërcënohen. Për më tepër hemrazh nuk fliste mirë për familjen, për dy prindrit. Pra, tregon që Rajesh ishte një person që mërzitej për gjë më të vogël, madje shpeshherë kishte goditur. Dhe akoma sot e kësaj dite, ky rast mbetet i pazgjidhur. Domethënë, mbas lirimit të prindërve, nuk është bërë më asnjë lloj arrestimi tjetër. Prandaj u thash që skena e krimit është kruciale, duhet të kishte mbetur e paprekur, sepse vetëm kështu policia mund të kishte gjetur gjurma DNA-je të ndonjë personi dhe të kishte bërë arrestimet e veta. Rasti sigurisht që rriti dhe shqetësimin e minoriteteve, sepse racizmi është një gjë reale, njerëz, edhe shumë njerëz thanë që arrestimi i dy djemve ose tendenca për të lënë fajin hemrazh ishte bërë me qëllim racist ose diskriminimi sepse të tre ishin nga Nepali. Dhe në fakt komuniteti i Nepalit në Indi bëri protesta, sepse mendonin që po targetoheshin si për t'ia lënë fajin atyre. Sepse është vërtet shumë e çuditshme që vajza jote të vritet në dhomën ngjitur dhe ti mos bësh asgjë, mos dëgjosh asgjë. Unë shpresoj që të keni mësuar diçka prej saj. Mos harroni të lini një like, një koment me mendimin tuaj, sigurisht edhe të bëni subscribe për më shumë video të tilla. Ne do të ritakohemi herës tjetër. Ciao!